هي جنة طاب وطاب نعيمها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj dhe deklaroj se vetëm Allah është ai i cili meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe rob i tij. Me të vërtet, besimtar të dashur dhe të ndershëm, të gjithë ne e dim se jeta e jon është e preokupuar me halle dhe derte, me gajle dhe mërzia, të cilat pos që janë shkak të na i lajnë neve mëkatet dhe të na ngrisin shkallët tek Allah subhanahu wa ta'ala, posedojnë edhe një dobi të madhe e cila është afrimi tek Allah subhanahu wa ta'ala. E kur robi Allahut afrohet te Allahu azza wa jall, atëherë ndodh që ai njeri të qetësohet shpirtërisht, të rahatohet dhe të largon pikëllimet e tij që e preokupojnë. Gjithashtu, këto pikëllime të cilat i ngjejnë çdo besimtar e kupton se sa është e poshtër dhe ulët kjo dunjë, për atë shkak nuk lakmon që të vrapon pasaj apo të mbetet në të. Mirë po edin qartë se ahireti është më i mirë për ta dhe i përhershëm. Për atë shkak ata të cilët do të futen në xhennet, Allah subhanahu wa ta'ala do t'i thojnë: Alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun shakur, alladhi ahallana dara al-muqamati min fadlih, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ata të cilët do të hinë në xhennet thojnë: falënderimi takon Allahut, i cili na i zhduki hidhrimin dhe pikëllimin dhe mërzit. Me të vërtetë Zoti in është falës dhe falënderues, i cili me mirësinë e tij na ka shpi apo na ka fut në shtëpinë e banimit të përhershëm, në të cilën nuk do të lodhemi në të dhe nuk do të kemi raskapitje. Këto pikëllime të cilat i ndin besimtari dhe ngjejnë veten e tij mërzia, raskapitje, lodhje, e kanë dobin shumë të madhe, në qoftë se e kuptojmë mirësinë e Allahut azza wa jall në to. Për atë shkak, në qoftë se dim të silemi gjatë pikëllimeve se si t'i shfrytëzojmë ato, atëherë Allahu azza wa jall do të na ndihmon dhe do të na i largon këto pikëllime dhe mërzia. Mirë po, ekzistojnë disa sebepe apo disa shkaqe të cilat përmes të cilave ne i largojmë pikëllimet, mërzit dhe hallat e dertet e tona. Nga to është imani dhe vepra e mirë. Allahu azza wa jall thot: Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush vepron vepra të mira duke qenë besimtar, qoftë ai mashkull apo femër, ne do t'i japim atij që ta kaloj jetën e kësaj bote shumë bukur. Dhe me të vërtetë për vepra që i ka punu, Allahu do t'i shpërblen ata me shpërblim më të mirë se sa që e kanë meritu. Wa hadha wa'dun min Allah liman amana wa amila salihan.
kjo është një premtim nga Allahu subhanahu wa taala për ata të cilët besojnë dhe veprojnë vepra të mira, që Allahu subhanahu wa taala t'u bën atyre jetën e tyre të këndshme dhe të rahatshme. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra'un shakar fa kana khayran lah, wa in asabathu darra sabara fa kana khayran lah." Çudi është me punën e besimtarit, thot, e gjithë çështja e tij është në hajër, në qoftë se e godet ndonjë e keqe apo në qoftë se e godet ndonjë e mirë, ai falenderon, e kur ta godet ndonjë e keqe, ai bën sabër dhe është më mirë për të. Prej sebepeve të cilat na i largojnë pikëllimet dhe raskapitjet e lodhjet tona është se besimtari gëzohet me shpërblimin që Allah subhanahu wa taala e jep në dunjë dhe në ahiret, duke i kujtu se Allah subhanahu wa taala për çdo pikëllim, për çdo hidhrim, për çdo lodhje, Allahu azza wa jall e shpërblen dhe nuk i humb. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasab, wala hammin wala hazan, wala adhan wala ghamin hatta shawka yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah." Çka ta godet besimtarin ndonjë lodhje apo raskapitje apo mërzi apo dert apo dikush që i bën dëm atij, derisa thot edhe një therr po ta theronte atë, Allahu azza wa jall do t'ia largon atij gabimet, do t'ia shlihen atij gabimet me këto sprova. Gjithashtu thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "Hatta al-hamma yahummuhu illa kaffara bihi min sayyi'atihi." Derisa edhe një dert i vogël, më i vogël që ta rrog besimtarin, Allahu përmes tij i afal gabimet. Për atë shkak besimtari e din bindshëm se mërzijat, pikëllimet, raskapitjet, lodhjet të cilat i vijnë, të gjitha këto janë shkak që ati me ja la gabimet dhe mëkatet. Për atë shkak dikush prej selefëve thoshte: "Laula al-masaib la waradana yawm al-qiyamati mafalis." Mos me pasqen fatkeqësit, në ditën e kiametit do të kishim dalur të falimentum, dhe me thonë pa sevape. Gjithashtu kishte prej selefëve të cilët gëzoheshin kur i vinin fatkeqësi, sikur ne që gëzohemi kur na vin ndonjë mirësi apo ndonjë e mirë. Gjithashtu prej sebepeve që na largon pikëllimet dhe hidhërimet e lodhjet tona është ta dim vërtetësinë apo të vërtetën e kësaj dunjoje, nga se në këtë dunjo vetëm se ka lodhje dhe mërzi, ta kuptojmë realitetin e kësaj dunjoje, se ne në këtë dunjo edhe në qoftë se kënaqemi pak, do të hidhërohemi shumë, edhe në qoftë se qeshim pak, do të qajmë shumë, për atë shkak kjo dunjo është një ditë për ti e një ditë është kundra teje. Për atë shkak Allahu tha: "Ato ditë ne i nderojmë midis njerëzve me triumf dhe disfat, me kënaqësi dhe hidhërim." Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Me të vërtetë dunjoja është burg për besimtarin dhe xhennet për kafirin apo mos besimtarin. Dhe me thonë dunjoja në përgjithësi është lodhje, raskapitje, pikëllim, hidhërim, në të cilin nuk ka mundësi besimtari që të pushon. Për atë shkak kur kaloi një xhenazë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mustarihun wa mustarahun minh." Qenë ka çlodh dhe qenë kanë çlodh prej tij. Sahabët i thanë: "Çka e ke për qëllim ja Rasulullah?" Tha: "Me të vërtetë besimtari tha çlodhet kur vdes nga kjo dunjë, nga se shkon tek mëshira Allahu subhanahu wa taala dhe ai e mëshiron, kurse ai i cili është i keq dhe është mohues dhe vepër keq, nga ai qetësohen dhe rahatohen njerëzit, qetësohet toka, qetësohen pemët dhe qetësohen kafshët."
فهذا المعنى الذي يدرك المؤمن لحقيقة الدنيا يهون عليه المصائب والهموم. Pra besimtari e kupton çështjen e kësaj dunjë, vërtetësinë e kësaj dunjë dhe para çka atij i largohen të gjitha brengat që i ka. Gjithashtu prej sebeveve që i largon, do të thonë, njeriu pikëllimet e tij dhe mërzit e tij është nga se e din ai se në këtë dunjë nuk ka mundësi të jetë i rahatshëm përpos se në qoftë se Allahu subhanahu wa ta'ala i mbështetet duke ju lutur atij, para shkak prej sebepeve është edhe duaja që na largon neve pikëllimet dhe hidhërimet. Allahu tha: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Thuaj, o Muhammed, unë jam afër në qoftë se më lutet dikush, i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai të më lutet mua. Prandaj, le ta plotësojnë thirrjen time dhe le të më besojnë mua për të qenë në rrugën e drejtë. Gjithashtu Musa a.s. bani dua, tha: "Qala rabbi shrah li sadri", o Zoti im, zgjero ma krahërorin tim. Gjithashtu e kemi shembull edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shumë lutjet e tij ku ka bën lutje: "Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan", o Zot, kërkoj që të më largojsh pikëllimin dhe mërzinë, të më largosh pamundësinë, të më largosh kopratësinë. Gjithashtu duaja e atij të cilit ka rënë nxorr është: "Allahumma rahmataka arju", o Zot, mëshirën tënde e shpresoj, mos më mbështet tek vetja ime sa çelët dhe mbillet syri im, wa aslih li sha'ni kullah, përmirëso ma gjendjen time në përgjithësi, la ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar me merit pos teje. Për atë shkak besimtarit duhet që gjithnjë të jetë i kam ngulur në duat e tij, që Allah subhanahu wa ta'ala ta furnizon me rahati dhe qetësi, kështu që të arrin rahatin dhe qetësinë e tij. Gjithashtu prej sebebeve që njeriu bëhet i lumtur dhe i hiqen atij pikëllimet është të mbështeturit në Allahun subhanahu wa ta'ala, nga se Allahu thot: "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, inna Allaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra." Allahu e furnizon atë person nga ka nuk e pret, kushdo që mbështetet te Perëndia i mjafton atij, Allahu me të vërtetë i zbaton dënje punët e tij, Perëndia ka dije për çdo shka. Allahu subhanahu wa ta'ala është, do të thonë, i fuqishëm për çdo gjë. Gjitha këto shkaqet të cilat njeriu në qoftë se i mediton dhe i përdor, të cilat i cekëm, me të vërtetë do të arrin me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala qetësinë dhe rahatin. Mirë po, shkaku të cilin e kemi zgjedhur, apo shkaku më i madh i cili i largon pikëllimet nga njeriu është Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga se Allahu thot: "Qul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa", thuaj, ai për besimtarët është udhërrëfies dhe ilaç. Gjithashtu thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin", ne kemi shpall nga Kurani atë që është ilaç dhe mëshirë për besimtarët, e mohuesve ai vetëm ju shton humbjen. فمن قرأ هذا القرآن بتدبر وإقبال ذهبت عنه الهموم والغموم. Pra ai i cili e lexon këtë Kur'an me meditim dhe sinqeritet, do të hiqen atij pikëllimet dhe dertët. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, nga sa ata të cilët thot Allahu kanë besuar dhe e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala vërtet me përmendjen e Allahut azza wa jall, qetësohen zemrat. Këto ishin disa shkaqe të cilat njeriu përmes tyre i largon brengat e tij dhe pikëllimet e tij. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala të na rahaton zemrat e tona në këtë dunjë dhe në tjetrën dunjë të na dhuron rahati, qetësi në xhennetet e tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah, Allahu